Ndihma direkte ndaj bankave në vështirësi dhe kushtet më të lehta për marrjen e ndihmës financiare janë pikat të cilat kancelarja gjermane Angela Merkel i ka kundërshtuar gjithnjë. Megjithatë, duket se këtë herë kancelarja e hekurt është dorëzuar përpara presionit të Italisë dhe Spanjës. Kryeministrat e këtyre vendeve ja arritën pas 15 orë negociatash në Bruksel të sigurojnë një akses më të lehtë në mekanizmin evropian të stabilitetit për të siguruar financim të drejtë për bankat e tyre, pa që nevoja të binden kushteve të rënda që rëndojnë në buxhetet e shteteve të tyre. Mbikëqyrje strikte nga trojka e Komisionit Evropian, Bankës Qendrore Europiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar më nuk do të ketë. Tashmë kancelarja gjermane do t'i drejtohet Bundestagut për të kërkuar miratimin e paketës për nxitjen e rritjes ekonomike prej 120 miliard euro për t'i qëndruar besnike marrëveshjes në emër të ekzistencës së Unionit dhe shpëtimit të euros. E gjitha kjo, fal rreshtimit të presidentit francez François Hollande, krahas dyshes italo-spanjolle, duke i dhënë fund kështu aleancës së fortë franko-gjermane brenda eurozonës të epokës së Sarkozis, aleancë e pakzuar me emrin Merkozy. Tashmë mund të thuhet se krijimi i borxhit të përbashkët evropian dhe eurobondeve, siç e tha edhe kryeministri italian Mario Monti, është çështje kohe. Gjermania u thye.